Shoqata Jetimat e Ballkanit është dëshmi se bamirësia nuk është fjalë, por vepër që flet. Në vitin 2025, kjo shoqatë nuk la pas vetëm statistika, por jetë të prekura dhe shpresa të ringjallura. Imagjino një familje pas tre, sot jeton në njërin nga 45 shtëpi të ndërtuara. Dikë që jetonte me frikën e së nesërmes, sot ka siguri në njërin nga 6 banesat e reja. Imagjino një nën që s'kishte çfarë t'u vinte fëmijëve në sofër, sot është njëra nga 320.000 shujtat ushqimore që u bën bekim. Diku një i sëmur që mendonte si ishte harruar, është njëri nga 39 rastet me sëmundje që mori ndihmë dhe shpresë. Diku tjetër një fëmijë pa prend, sot është një nga 1000 jetimet me pagë mujore që rritet me dinjitet dhe siguri. 2550 pagë ushqimore trokitën në dyer me lutje dhe 8336 kurbana u shpërndan për hir të Zotit, duke u bërë gëzim për mira familje. To nuk janë thjesht shifra, to janë histori që nuk do të harrohen. Duke mos harruar ÇKMF në Mitrovic, qëndrimin për të moshuar dhe bujtin për student dhe kuzhinë humanitare në Podujev dhe Gjilan, kuzhinë humanitare për nxënësit dhe nevojtarët në Kamenic, thertore gjigante në Suharek. Jetimat e Ballkanit po ndërtojnë më shumë se objekte, po ndërtojnë shpresë, po kthejnë dinjitete dhe po mbjellin mirësi që vazhdojnë të jap fryte. Bamirës, Zoti kur mos ju humbt.